Sot është një ditë e bukur dhe edhe më bukur ajo bëhet kur shqiptarët dalin dhe votojnë me dinjitet dhe me zemër. Kanë mbetur edhe 2-3 orë dhe fjala kyçe në të tilla raste është votoni, votoni, votoni. Mos nënvlisoni zërin tuaj. Ju keni një fuqi edhe më të madhe nga çfarë ju e mendoni. Dyert e votimeve janë vetëm dyert që hapen vetëm një herë në 4 vite. Atë ditë, siç është dita e sotme, ju keni mundësi dhe mund të ktheheni në promovues të jashtëzakonshëm të një kthese të madhe historike. Ndaj hyni tek ajo derë. Votoni sepse vota nuk është vetëm një drejt, po ajo është edhe një përgjegjësi. Në të njëjtën kohë, me këtë rast duhet të falënderoj pa dyshim me mira shqiptar që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, të cilët jo vetëm janë regjistruar dhe kanë votuar gjatë kësaj periudhe në mënyrë masive me votën e tyre për një kthes historike gjatë periudhës së kaluar, por me mira kanë ardhur sot dhe kanë ardhur jo thjesht për të sjellur një votë. Ato kanë ardhur për të sjellë një mesazh jo vetëm patriotizmi, po një mesazh për të gjithë shqiptarët se ditën që ato duhen dhe kur vendi ka nevojë për to, ato janë këtu dhe dinë se si të votojnë. Faleminderit.